Kena pas dhe momente të këqija, po edhe të mira kena pas. Largimi i Eglit nga shtëpia e Big Brother VIP ka shkaktuar shumë reagime. Gjesti është ai që e ka përjetuar më shumë, e madje ka vendosur t'i dërgojë një mesazh Eglit dhe familjes së saj. Mesazhi i tij: "Inshallah më kupton edhe ti mua pse un kam pasur ngarkesë të madhe, pse jam ndier keq. Nuk kam dashur që ti të smuresh prej meje. Prej meje i ke të gjitha. Unë e di që do i dëgjosh këtë mesazh. Të kam dhënë çfarë kam mundur, ndonjë fjalë të mirë, ndonjë batut me qesh, të kam mësuar si të sillesh me këta brenda, të kam thënë se nuk kam mëshirë për ty, as ti të mos kesh për ta. Jam munduar ta shpjegoj, ke pasur kokën e budallicës, por unë e di që ti mund të përmirësohesh. Të kërkoj falje, jashtë do të takoj, do flasim, se dhe unë kam bërë veprime të pakontrollueshme, kur me mendimin për të bërë keq. Kam ditur të luaj trëndafilin në shtëpi, sa kam mundur, por jo, të kam thënë në fytyrë nuk kam ndjenja, siç duhet të kem për një femër, me jetu me ty, me pas familje. Të kërkoj falje, edhe familjes tënde, ndoshta kam bërë gjeste pa lidhje. Nuk e di as unë se çfarë po bëj këtu brenda. Të gjitha gjërat që kam bërë ishin pasi nuk doja të ishim në këtë pikë. Shkaktari jam unë, prej meje, që më ke dashur shumë dhe që ke bërë si e çmendur. Nuk kam dashur që të shkonim në këtë pikë. Nuk kam dashur që ti ta lëndosh veten. Edhe nëse nuk ma fal, unë e marr dënimin prej Zotit.